Turistët e huaj me shtetësi polake kishin lajmëruar institucione përkatëse, duke telefonuar policinë, e cila më pas kishte aktivizuar dhe pjesën e zjarrfikses dhe pjesën e urgjencës. Ne jemi skuadër vullnetare e kërkim shpëtimit, quhemi Shpëtimi Alpin dhe Speleologjik i Shqipërisë, por jemi trajnuar me teknika dhe pajisje të posaçme për të kryer këto lloj ndërhyrjesh, dhe ne i shkruajmë së bashku kolegëve apo institucioneve që kanë të njëjtin mision me ne në ndihmë. Ishte një operacion që zgjati rreth 4 orë dhe ku evakuan 4 persona në total, 3 persona që ishin në gjendje të mirë donin vetëm me evakuim, ndërsa një person që ishte i plagosur dhe kishte nevojë për evakuime të specializuar me pjesën e barelave mjekësore. Po, a mund të tregosh pak më shumë se çfarë qëllimi kishin, pra çfarë lloj ekspedite ata kishin ndërmarrë, që u bë kaq e rrezikshme në fund dhe e pa shmangshme kërkimi ndihmës nga ana e ekipeve të kërkim shpëtimit? Po, në kanionin e Gjipes ne kemi disa raste të përsëritura që kryesisht janë në të njëjtën situatë, të pashoqëruar nga guidat e specializuara turistike dhe pa pasur mjetet e nevojshme për të kryer të tilla aktivitet. Dhe në këtë rast turistët e huaj ishin pa pajisjet e duhura, çka i ka bërë që dikush prej tyre të rrëzojë, duke qenë se tereni është i vështirë dhe kërkon edhe kacavarje. Domethënë, prandaj duhen pajisjet e nevojshme si helmeta, shalura, litare, por në këtë rast, si në shumë prej rasteve tjera, turistët nuk i kishin.